në intervjistën e 2 do flasim sa i përket seminarin ndërkombëtar për gjuhë, letërsisë dhe kulturë shqiptare. Pikërisht është një lajm i mirë që tashmë në krye të gjithë kësaj qëndron një grua, një profesoresh shumë e dashur dhe respektuar, e që është pikërisht profesoresha Lindita Sejdiu Rugova. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi. Kënaqësi të kemë sot në studio. Faleminderit për ftesën. Unë sa herë që vi me ju në program të mëngjesit, jam si në shtëpinë time. Okej. Profesorët janë persona të hershëm, nuk është që ndoshta janë më të vonshëm, kështu që këtë pjesë nuk e kemi problem kur vije puna tek intervistat e tilla. Unë jam e njohur si person që zgjohem shumë herët bile dhe kam kështu ankesa nga të tjerët që po ju shkrua emaila shumë herët. Okej, profesoresh, fillimisht për gëzime, edhe nëse mund të themi për postin tashmë, po besoj është fillimisht një ndenë dhe kënaqësi për ju që të jeni në krye të një seminari të tillë, në të cilin tashmë ka pasur ndoshta vetëm persona të gjinisë mashkullore. Po, është në vërtetë unë nuk e shoh se drejtorinë apo udhëheqjen e seminarit si post, e shoh më tepër si përgjegjësi shtesë, për arsye se është pjesë e punëve shtesë që ne i bëjmë në Fakultetin e Filologjisë, është më tepër çështje e një përgjegjësie, po edhe një autoriteti. Është punë shumë me rëndësi, punë me shumë bagazh mbrapa. Drejtorët e seminarit kanë qenë emrat më të mëdhenj që i kemi pas në gjuhësinë apo në letërsinë shqiptare, profesor me renome botërore. Vetëm ta përmendi faktin që drejtor i parë dhe drejtor nderi i këtij seminari është akademiku tashmë i ndjer, profesor Idris Ajeti. Pastaj themelues ose një nga ideatorët, iniciatorët e themelimit të këtij institucioni, se ne e quajmë institucion të pavarur autonom brenda Fakultetit Filologjisë dhe Universitetit Prishtinës, është për shembull akademik Recep Ismaili. Kanë kaluar edhe shumë drejtorë të tjerë në për së fundi kolegët e me Bardhi Ramani, Shkumbini, kështu me radhë, dhe më erdhi radha dhe mua tash si ndoshta ajo e cila më karakterizon mua, është ajo lidhja e fortë që kam pas me seminarin. Në vitin 2002, nëse nuk gaboj, për herë të parë, profesor Ismailin atë kohë ka qenë drejtor, edhe më pat angazhu si përkthyese e disa referimeve, kumtesave, live aty kur prezantoheshin, dhe më pati angazhu njëkohësisht edhe si zëdhënëse të seminarit. E kom pas pak punën e PR-it në atë kohë, me shku në për televizione, me ju shkru ftesa, ose me u marrë thjesht me medjet në përgjithësi. Pas asaj, erdhi drejtor dhe se zgaboj profesor Fadil Raka, edhe ajo është profesor i ndjerë tashmë, dhe në pat caktu në atë kohë sekretare profesionale të seminarit. Po ishte koha kur ne nuk i kemi pas të rrjetet sociale, kur nuk ka pas internet si që kemi tash online tërkohën edhe ku komunikon me njerëzit shumë letë. Edhe nuk ishim as student vullnetar që na ndihmonin, kështu që ne ishim 2 sekretar profesional, unë dhe Bardhi, dhe gjitha punët i kishim ne barë mbi shpinë. Nga njerë edhe kemi bartë libra, nga njerë kemi shkru e-maila, kemi dërgu ftesa, kemi mbajt raportin me publikun, kemi bë programin bashkë me drejtorin vetë, me këshillin drejtues, po kemi qenë tepër të ngarkuar. Por e mësuam zanatin. Në një farë mënyre e pam që seminari nuk është aty veç si një seminari zakonshëm, se njerëzit kur e dëgjojnë këtë emërtimin, termin seminar, mendojnë që është një, çka po diun, një shkrim seminarik ose një workshop. Jo. Seminari është shumë a shumë. Është një shkollë ta quaj verore në vete, por shkollë verore e mishruar me një konferencë shumë të rëndësishme shkencore. Të dyja bashkë në një vend. Edhe mbahen zakonisht në 2 javët e fundit të muajit gusht. Organizator kryesor është Fakulteti i Filologjisë, mbahet në Fakultetin e Filologjisë, dhe bashkë organizator prej pas luftës e këndej e kemi edhe Universitetin e Tiranës, Fakultetin Histori Filologji. Pse Tirana, kur seminari quhet i Prishtinës, mund të lind pyetja, për arsye se deri në vitin 1991 është organizuar prej 74-ës deri në 91-shin vetëm në Prishtinë. E kanë themelu profesorët e filologjikut. Në 91-shin hyn çdo gjë në Kosovë, faktikisht nuk lejohet të mbahet gjithçka që ka të bëjë me Shqipën, shqiptarët, vjen kjo periudha e rëndë për popullin tonë, dhe seminari e përjeton fatin e njëjtë, dhe 2 sesione, në 91-shën ndalohet puna e tij, dalin
nga ndërtesat e fakulteteve, shkollat shtëpi, është ajo periudha e njohur e para luftës, edhe seminari e zhvendos aktivitetin e tij me ndihmën e disa profesorëve nga Tirana, kryesisht të Institutit të Gjuhësisë, Letërsisë të Akademisë Shkencave. Nëse s'gaboj ka qenë edhe profesor Bari Beci atëherë shumë aktiv në këtë çështje, edhe ai tashmë i ndjer. Dhe organizohen 2 sesione, 95-ën edhe 96-ën organizohen në Tiranë, bashkarisht. Natyrisht prej Kosovës, kur kanë shku, nuk është dash të dihet se ku po shkojnë, se ka qenë e privuar rrethan tjetër nga pushteti në atë kohë. Edhe është organizuar 2 vjet në Tiranë dhe kur është kry lufta në Kosovë, prap në 2000-ën profesor Ismaili e rinis këtë aktivitet. Edhe kur e rinis, fillon me një numër të vogël njerëzve, mysafirëve, ndoshta shumë pak, 30, nuk dija kanë qenë 20 e diçka 30, por që vitin tjetër, vitin pasues bëhen qindra. Edhe për shenjë respekti që Tirana na ka ndihmuar në kohë të vështira, e fusin edhe Tiranën si bashkëorganizator dhe mbeten. Ata luajnë një rol të rëndësishëm, edhe ata kanë një këshill drejtues atje të seminarit që kemi ne, por që më tepër merren me çështje të përmbajtjes ndoshta ose të temave, kur flasim për temat albanologjike, përndryshe barrën më të madhe, punën më të madhe ka shteti i Kosovës, sepse ne edhe si si financim kryesor i kemi institucionet e Kosovës, universitetin, ministritë e ndryshme që na japin suport, mbështetje, shpeshherë komunat e ndryshme, bankat e kështu me radhë. Po si po ja dilni në këtë pjesë, me qenë se nuk është e lehtë për gjitha këto vite të organizosh një seminar të tillë? Përpara drejtorët shpeshherë kanë përmend që ajo e ka bërë rrugën e vet, e ka trasu rrugën e vet dhe tash e kemi ma lehtë. Mirë po ndrojnë ngjanat, po ndrojnë edhe kërkesat e pjesëmarrësve të njerëzve që vinë. Ndryshon metodologjia e mësimdhënies, sepse aty organizojnë kurset shqipes, ndryshojnë tekstet, ndryshojnë rrethanat, ti duhet vazhdimisht të përtrihesh. Pastaj për mos me u bë i mërzitshëm si seminar, ti duhet ftosh non-stop njerëz të rinj, emra të rinj, por struktura e seminarit, ajo pjesa e mbajtjes kurseve paradite pas dite të gjuhës shqipe, pjesa e ligjëratave, pjesa e referimeve shkencore, pastaj e sesionit shkencor në fund seminarit, janë gjërat që pak a shumë nuk i kemi prek, mbeten kështu si strukturë organizative të njëjta, por ndryshon përmbajtja, ndryshojnë njerëzit, ndryshojnë rrethanat, edhe ndryshojnë diskutimet, kjo është shumë e rëndësishme. Desha të them edhe këtë që nga viti 1974, vjet e kemi festu në gusht 50 vjetorin, jubilar, ka qenë një festival i madh i albanologjisë, bile edhe vitin e kaluar edhe presidenca e pat shpallë si qeveria si vit të albanologjisë në përgjithësi dhe kemi pas edhe mbështetje shumë të madhe edhe nga shteti, por edhe nga universiteti Kryekput, por ka pas emrat të mëdhenj, emra të cilët ndoshta kanë qenë atë të parin, seminarin e parë 1974. Sa është vështirë me i sjellë, qoftë në këtë rast emra të tillë, po në anën tjetër dhe te kjo pjesa ku thatë që vazhdimisht duhet me sjell risi që ndoshta të mos kaloj gjithë seminarin në monotoni të përvetshme. Është një sfidë goxha. Kogja. Ashtu më shumë që është edhe pjesë e kushtueshme. Është e kushtueshme, po në këtë rast tash se na ndihmojnë institucionet, dhe tash presim që do të kemi një përkraje, sepse me të vërtetë seminari është një nga ambasadorët më të mirë të Kosovës. Mund të them që tash, për shembull, ambasadori bullgar në Kosovë që është momental, është një nga seminaristët e këtij seminari, po e zëm shembull e mora, ose po e zëm Altimari, ose Brian Joseph, ose Irena Savicka, akademike e njohur e Akademisë sonë shkencave, po edhe Akademisë polake, ajo kur ka ardhur për herë të parë ka qenë një studiuese e re, ka ardhur rastësisht në Prishtinë, ka dëgjuar për seminarin edhe ka mbetë përjetësisht e lidhur me të, jo vetëm duke ardhur vetë, po duke i sjellur edhe asistentët e saj, edhe studentët. Kështu që ky seminar na i ka mbajtur lidhjet e forta me shtetet perëndimore edhe tjerat lindore, domethënë kemi edhe arnautët e Sirisë, kemi kudo që është studiu ose kudo që ka pas një interesim për Shqipen, për albanologji në botë, në Amerikë, në Evropë, në Azi. Ky seminar i ka rujt kontaktet me ta dhe çdo vit ne jo vetëm që i ftojmë ata të vinë, se nganjëherë edhe nuk mund t'i mbulojmë të gjitha kërkesat që i kemi, por ne kemi kriju edhe rrjetëzime. Kemi kriju një lloj networking, rrjetëzim me këto universitete apo institucione ku këta njerëz kanë punu ose ku kanë qenë të lidhur.
për arsye se nëpërmjet këtyre rrjedhimeve ne tash kemi bërë marrëveshje ndryshme Erasmus, studentët tanë shkojnë apo profesorët tanë për këto institucione dhe mbajnë mësim gjatë vitit. Pastaj një lidhje krijon një lidhje të re e kështu me radhë. Mos harrojmë që ky seminar ka ndikuar shumë që dhe të hapen shumë departamente të Shqipes në botë. Për shembull po e marr një shembull që është shumë interesant, një çek i cili e ka mësuar Shqipen në Prag, në Universitetin e Karlit nga një instruktor, mësues gjerman i cili ka studiuar në Prishtinë dhe ka marrë pjesë në seminarin e Prishtinës, është njoftuar në seminar me një italiane, Giovanën, që ka studiuar në Gjenevë, edhe ka në seminar rregullisht, janë njoftuar, janë dashuruar, janë çift dhe kanë një djalë dhe me djalin flasin shqip. Wow. Edhe ata dy me njëri tjetrin në Prag, diku në periferitë Pragës jetojnë, po punojnë në Universitetin e Pragës, flasin shqip, edhe shqipen e kanë si medium të komunikimit familjar. Ata flasin edhe gjuhë tjera, po, është gjëja që i ka lidha, i ka qenë çek, kjo italiane, djalin, edhe kanë shumë lidhje me Shqipërinë dhe shqiptarët. Kur them me Shqipërinë, në kuptoj të gjitha krevat, Kosovën, Maqedoninë Veriore, kështu me radhë. Mendoj se është një nga ato konceptet kur është fillu si një lloj imitimi i shkollave verore që janë mbajt atëherë në ish Jugosllavi, ka pas seminari Beogradit, i Zagrebit, hala, ende. Unë për shembull si vjet kam marrë ftesë me shku 2 javë ditë në shkollën verore shkencore, quhet tash, të Dubrovnikut, që është për kroatistik. Edhe unë një herë ju thash po do të vi, por nuk e dita që do të caktohem drejtoreshe seminarit, tash nuk mund të shkoj se do të merrem me organizimin e seminarit tonë. Po, nëse nesh sa janë të përfshirë edhe studentët e Fakultetit Filir Gjegjov në pjesën vullnetare të punës, po në anën tjetër pse ju edhe studentë të gjuhës shqipe të shohin një seminar të tillë as më shumë të marrin pjesë, po besoj që ndikon shumë edhe në pjesën e studimit të tyre, po edhe të karrierës. Përpara seminarit mbahej, domethënë këtë kohë, po studentët fillonin mësimin ose provimet, më mirë me thënë, prej 1 shtatorit. Si vjet ka rastis që edhe seminari edhe provimet fillojnë pothuajse të njëjtën datë. Kështu që besoj që do të kemi më shumë studentë që do të vinë në auditoriume për të dëgjuar. Ndërkaq sa i përket studentëve, ata janë gjithmonë të involvuar, qoftë si student vullnetar, diku 8-10, varësisht prej sa mund t'i mbulojmë. Vitin e kaluar edhe para disa viteve gjithmonë kanë qenë studentët e gjuhës shqipe, gazetarisë, të anglishtes, gjermanishtes, do me thënë, shpesher ose janë përfaqësues të këshilleve studentore, po kryesisht janë studentë të cilët përzgjidhen nga drejtoria e seminarit, e që e kryejnë me shumë zell punën e tyre, sidomos në pjesën e PR-it, në pjesën e komunikimit me rrjetet sociale, ne tashmë i kemi edhe këto faqet, profilet tona në Facebook dhe Instagram, por edhe për çdo risi informojmë edhe në webfaqen e fakultetit dhe ato i mbajnë studentët. Për shembull, një student i gazetarisë, mund t'ja përmend ndoshta edhe emrin, Melosi, shumë shpesh vullnetarisht po i bën këto punë, është në studimet master në gazetari për fakultetin, ose vitin e kaluar kanë qenë një 3-4 studentë të gazetarisë, të gjuhës shqipe, të cilët kanë qenë të shkëlqyeshëm në punën që e bëjnë. Dhe jemi të lumtur që për ta është një lloj pune praktike vullnetare, kur them ne kujdesemi për akomodimin dhe ushqimin e tyre, për ndonjë mbushje telefoni aty këtu, por jo më shumë, ata këtë bëjnë me shumë qejf dhe me shumë vullnet. Punë vullnetare. Po besoj edhe ju si profesor, punë për komunitetin, por mësojnë shumë. Bëjnë përvoja dhe vetë ata student lidhen me pjesëmarrësit që vinë, se ne shumicën e pjesëmarrësve nuk i kemi vetëm autoritete shkencore, ata vinë për ligjërata specifike. Shumica e pjesëmarrësve janë studentë të rinj, të cilët vinë këtu për ta mësuar shqipen, për ta përvetësuar. Mos harrojmë, në seminar vjen edhe diaspora jonë historike, nga Italia dhe nga Kroacia kryesisht, edhe arnautët e Sirisë, harrova t'i përmendi, domethënë janë 3 grupe kështu të rëndësishme kulturore që vinë për ta mbajtur gjallë atë lidhjen me tokën nga e cila sipas tyre janë shpërngulur jo me dëshirën e tyre. Për shembull, si vjet po ju shpalos komentet e ty në sa i përket. Është vështirë ta ruajnë të lidhje dhe e ruajnë për arsye se ne tash me globalizimin, me heqjen e vizave, shumë lehtë kemi të shkojmë në Itali, kemi ndërmarrë disa projekte shkencore bashkë me studentë të doktoratës në Sicili, në Kalabri, kemi shkuar edhe atje në institucione, ata kanë ardhur rregullisht këtu. Lidhja është mbajtur mjaft mirë, bile mund të them me Kosovë ndoshta më mirë se me Shqipëri, sepse Shqipëria ka qenë shtet i mbyllur
deri në vitet 90 dhe ata në seminare kanë pas dritaren e vetme të hapur. Por mos të harrojmë, po flasim për një komunitet që te i cili po zhduket Shqipja, ajo arbërishtja ose arbënishtja e shekujve të kaluar dhe në komunikime sipër disa prej tyre flasin shqipen standarde letrare, po të tjerët jo. Kështu që merremi vesh shumë mirë, por duhet, për shembull, një qytetar i zakonshëm i Prishtinës, nëse ndalet me një arbëresh të flas në rrugë, duhet kujdeset mirë apo e kupton shpeshherë në pjesën e leksikut. Dua të them se si vjet kemi përzgjedhur si drejtori, si këshill drejtues i seminarit, 3 tema bosh, te gjusia i kemi 2, se ato 2 ditët e fundit mbahet ajo pjesa shkencore e diskutimeve, ndoshta edhe 3 ditë, varet sa prurje janë. Te pjesa e gjusisë do të flitet për zhvillimet aktuale në leksikun e Shqipes, pastaj për Shqipe në rrjetet sociale, që është kogja temë interesante që mund t'ju intrigojnë ndoshta edhe juve pjesën e medias, po, publikun përgjithësi. Është diskutu kjo para disa vjetësh, po nga një aspekt tjetër, më tepër ka qenë gjuha shumë e ngjashme me këtë temë tash, por është shfaq nevoja që përsëri të diskutohet për shkak se është shndruar në një medium shumë të rëndësishëm. Rrjetet sociale janë medium shumë i rëndësishëm i komunikimit, mos them janë bërë më të rëndësishme se shumë platforma tjera që i kemi përdorur më herët, mediume tjera. E kemi një televizor me veti, tha dikush kur po shkojmë dikun, e kishte fjalën për Facebookun ose Instagramin, në përgjithësi për internetin. Dhe në letërsi janë propozuar 2-3 tema dhe në fund pjesa e letërsisë, pjesa e profesorëve të letërsisë u dakorduan që të mbetet postmodernizmi në letërsinë shqipe, është një temë kogja e gjanë, por ne nuk presim të kemi prurje vetëm për këto sesione. Ne do të kemi edhe mysafir të ftuar enkas, duam ta kemi një lloj-llojshmëri pak më të madhe, mos ndalemi vetëm te gjuhat e letërsia, të kemi edhe profesor nga historia, nga antropologjia, nga arkeologjia shqiptare, pse jo muzika e të tjera, arti, kështu që do të jetë një gërshetim i disa, se albanologjia në përgjithësi nuk është vetëm gjuhë dhe letërsi, po shumë më shumë. Po, kur jemi tek përzgjedhja e temave të cilat zhvillohen gjatë çdo viti në seminar, sa është e vështirë me zgjedh diçka të tillë, e cila për një vetë se është mos e nevojshme ndoshta të diskutohet dhe të flitet për të, në anën tjetër me mbajt gjallë dhe gërshërinë e gjithëpranishmeve. Duhet edhe tema atraktive, të njëjtën kohë dhe tema të cilat kanë vlerë dhe janë të rëndësishme. Ato sesionet shkencore janë të hapura për publikun, por vetë fakti që është sesion shkencor, dihet që targeti nuk është publiku i gjanë. Mund të jenë interesante, po duhet të jenë njerëzit të kenë një background për të ardhur dhe dinë se për çka po flitet dhe çka po thuhet, se po të vi një qytetar i zakonshëm që s'ka ide se çfarë po ndodh, është absurde të presim të kemi një feedback, se janë të hapura dhe ka ndodhur. Unë kam qenë me seminarin që 23 vjet edhe e di që shpeshherë në ato ligjëratat e hapura dalin edhe pyetje që sharake nganjëherë, por përpiqemi që t'i orientojmë në kuptimin që të ndalemi te 2-3 pyetje diskutime pas sesionit dhe t'ju japim email adresën ose kontaktin e ligjëruesit që ata pastaj të kontaktojnë direkt me të, por janë shumë transparente, janë shumë publike, edhe nganjëherë bile të them të drejtën, sidomos kur kemi në këto situatat shumë problematike kur i kemi për shembull nga aspekti politik edhe kur keti aty mysafir nga shtetet si Serbia ose nga Rusia, shpeshherë duhet kemi shumë kujdes ne si organizator që të mos lejojmë edhe të prezantojmë aq hapur njerëz të cilët vinë për qëllime gjusore, por që mund të ketë ndonjë çka po diun person i frustruar atje në turm, i cili mund të thotë një fjalë të rëndë e cila nuk do të ishte e denjë për një komunitet shkencëtarësh. Edhe këto janë çështje të cilat nganjëherë duhet i mendojmë. Mos të harrojmë se ne kemi rregullisht mysafir nga Universiteti i Beogradit, nga universitetet e rajonit, pastaj nga Evropa, sidomos me këto universitete ku departamentet e albanologjisë janë shumë stabile dhe janë shumë produktive. Rregull, profesoresh, ka vetur edhe shumë punë deri tek muaji gusht? Mos më pyet. Mund të them që isha në Sloveni para një jave për disa ligjërata atje dhe atje njësoj
ju ofrova mundësin që edhe ata të aplikojnë për seminari, ishte hera parë për disa prej tyre në Institutin për Studime Etnike, si quhet ky institucioni ku isha, dhe në Fakultetin Filozofik, ishin shumë të interesuar, jo vetëm student, për dhe studiues trinj, dhe me thënë researchers, hulumtues. Shpresoj që të na vinë, se do të sjellin natyrisht prurje të reja. Kur kemi mysafir të huaj, ne e përmirësojmë veten më shumë, edhe në punën tonë, edhe në aktivitetet tona, sepse ne po dalim jashtë, po shohim çka po ndodh jashtë, edhe duam që të njëjtën t'u ofrojmë atyre, t'ju tregojmë që Kosova, shqiptarët në përgjithësi, jemi të barabartë ose të jemi shumë të mirë në, jo vetëm në organizim, po edhe në ofrimin e atij patosit përmbajtësor, shkencor të këtij eventi. Dua të them se tashmë njoftimet, ftesat janë shpërndar, shumica sosh, mos them diku ndoshta 80-90% janë shpërndar. Jemi duke u marrë tash si këshill drejtues, po kryesisht si drejtori me çështjen e ligjëratave, me çështjen e të ftuarit të personave autoritative, ose siç tha më herët sa është vështirë me mbajt atë motivin, sharmin, lloj-llojshmërinë e seminarit. Ju nuk e dini që për një ardhje të një profesori, për shembull, është një komunikim 2-3 mujor që ndodh për të ardhur vetëm një personalitet. I detajuar. Për arsye se persona të tillë kanë agjenda shumë të ngjeshura dhe janë autoritete të cilat ka ndodhur nganjëherë që deri në moment fundit thot vi, pastaj së muret ose i del një punë tjetër edhe thot nuk mund vi. Do të thënë kemi edhe raste të tilla, por kryesisht kemi të bëjmë me kolegë tanë, me hulumtues të cilët përpiqen maksimalisht që të vinë. Tash të shohim. Ne jemi ende në atë fazën përgatitore, jemi duke menduar edhe për atë aspektin kulturor, për ekskurzionin që do ta kenë në Kosovë, qysh me bë pak më ndryshe nga viti i kaluar. Është shumë vështirë kur e ke ti çdo vit. E Kosova është shumë e vogël, i ke 5-6 qytete turistike ku mundesh mi qu. O kimi qu në Prizren, o pej o në Gjakov. Tash është pak problematike kjo çështja se ku do t'i çojmë. Tash kemi edhe pjesë tjera të bukura të Kosovës, por ata janë të interesuar më shumë për trashëgiminë kulturore, për kishat, për xhamit, për manastiret, janë të interesuar edhe për këtë pjesën e antropologjisë, jeta. Do me thënë, ju e shihni edhe zonja Gjenet, e cila po qëndron në Kosovë dhe po zhvillon emisionet ndryshme si antropologe amerikane, edhe ajo është pjesë e seminarit, kështu që shpesh herë ndodh që gjërat tashmë janë të njohura për të huajt dhe duhet jemi shumë kreativ për të bërë diçka për t'ju sjellë risi. Profesoresh, faleminderit shumë për gjitha informatat e po ashtu edhe për kohën tuaj. Ju dëshirojmë shumë shëndet e suksesin në gjitha punët që ju presim, jo vetëm deri ngushtë kur edhe do filloj seminarimin, po tutje vazhdon edhe viti akademik dhe padyshim që vazhdon një punë. Faleminderit shumë. Unë po është intervista ime parë në këtë cilësi dhe ju pikrisht në televizionin tuaj. Shpresoj që t'ja dalim edhe të mos ja marim ftyrën që them unë shpesh gjeneratave të mëparshme që kanë investu kaq shumë në këtë seminar. Jemi të mundu maksimalisht bashkë me sekretarin, me këshillin drejtues që këtë punë ta çojmë përpara. Aq sa di me mundemi, por në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit.